Mirë se erdhët të dashur peshqi në letrat rrëfenj. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Peshq. Kjo javë duket si një javë ku po del nga një periudhë konfuzioni dhe po hyn në një fazë më të qartë. Ka emocione të forta, disa të vërteta që duhet pranuar, por edhe mundësi të reja që po afrohen. Mbi të gjitha letrat tregojnë se po lë pas diçka që të ka mbajtur pezull dhe po fillon të shohësh më qartë se çfarë meriton. Mbretëresha e shkopive java fillon me energji të fortë. Kjo nuk është energjia e zakonshme e peshqive që presin të shohin si do rrjedhin gjërat. Kjo është një energji që e dikujt që po vendos të marrë kontrollin. Mund të ndjeni më të sigurt në vete, më të vendosur, më pak të gatshëm të pranoni gjërat që nuk të bëjnë mirë. Dhe sinqerisht, kjo është diçka që të ka munguar kohëve të fundit. Njeriu i varur, sikur ngjitur letrat, njeriu i varur, të dashur, kjo situatë ka një situatë, apo kjo situatë që po të mban pezull. Një përgjigje që nuk ka ardhur, një person që nuk po vendos, një plan që nuk po ecën. Por kjo letë tregon se kjo periudhë pritje po afron drejt fundit. Ndërkohë ajo po të mëson diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo vonesë është pengesë. Ndonjëherë vonesa të jep kohë të shohësh diçka ndryshe, nga një këndvështrim ndryshe peshqi. Ndonjëherë vonesa të jep kohë të shohësh ndryshe, që ndryshe do ta kishe humbur, me një këndvështrim tjetër. 9 të kupës dhe kur s'humbet diçka dhe ndryshon këndvështrimin, është letra e dëshirave. Një dëshirë, një shpresë ose një objektiv duket se po afrohet në financa, në punë, ose thjesht një ndjenjë të fortë kënaqësie me jetën. Për shumë peshqi, kjo është një javë ku do ndjej se diçka po fillon më në fund të funksionojë. Dhe ishte koha, sepse durimi yt është në vënë në provë mjaftueshëm peshqi. 3 të shpatës. Kjo është letra që kërkon vëmendje. Ajo flet për një plagë emocionale që ende nuk është shëruar plotësisht. Mund të jetë një zhgënjim, një ndarje, një fjalë që të ka lënduar, një situatë që ende të prek kur mendon. Por këtu ka një ndryshim të madh. Kjo letër nuk po flet për një plagë të re, po flet për një plagë të vjetër që po shërohet. Dhe këtë javë mund të kuptosh se ajo nuk ka më të njëjtin pushtet mbi ju. Nuk do dhëm siç ka dhëm më përpara. Në fushën praktike të dashur, gjërat po ecin ngadalë dhe sigurt. Është kalorësi i shkopive, i monedhës. Ngadalë për sigurt. Një çështje financiare, një dokument, një plan pune, një projekt është duke u zhvilluar. Jo me shpejtësinë që do dëshironim apo jo, por po ecën. Mos e ngatron ngadalësinë me mungesën e progresit. Ka progres, absolutisht, thjesht nuk po bën zhurmë. Dhe letra e fundit, kjo është letra që e bën gjithë leximin tënd goxha interesant, sepse ajo sjell një derë të re, një mundësi të re, është asi i monedhës, një ide fitimpruese, një përmirësim financiar, një fillim që mund të ketë ndikim afatgjat. Mos e injoron një mundësi që duket e vogël. Shpesh asi i monedhës fillon si diçka modeste dhe rritet në diçka shumë të rëndësishme. Pra, diçka e vogël duket në fillim, por bëhet që mund të bëhet goxha e madhe. Dhe letra Oracle kalon në një fazë të jetës në një tjetër. Pra, po kalon nga një fazë të jetës në një jetë tjetër. Po lë pas një mënyrë të vjetër të menduarit. Një pritje, një dhimbje, një histori që ka zgjatur më shumë se sa duhej. Pa afrohet drejt diçkaje më të mirë. Jo sepse fati po të shpëton, por sepse më në fund po zgjedh veten tënde.
Pra, të dashur peshqi, kjo javën është një javë që fillon me forcë dhe vedije. Një situatë e pezulluar po afrohet drejt zgjidhjes, një dëshirë po afrohet apo po realizohet dhe një plagë e vjetër po mbyll fuqinë e saj që kishte mbi ju. Ndërsa në fushën praktike shfaqet një mundësi e re që mund të sjellë stabilitet dhe përmirësim. Mos u kap pas asaj që të lëndoj. Shiko atë që po hapet përpara teje, sepse letrat tregojnë se ajo që po vjen ka shumë më tepër potencial se sa ajo që po lë pas, të dashur peshqi.